Dita e 10 e grevës së naftëtarëve në Marines ka filluar me një tubim para zyrave të kompanisë Bankers Petroleum, ku me pankarta në duar kanë shprehur vendosmërinë për të shkuar deri në fund plotësimit të kërkesave të tyre. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Shau, gjatë këtij tubimi, përfaqësues të kompanisë kanë fotografuar e filmuar punonjësit në një formë presioni. Nuk ka pas reagim, përveç se drejtuesit të fushës një qytetar kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonjësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonjësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonjësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë. Dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara, ku ne kemi zhvilluar 3 tubime përpara se të zhvillojmë me grevën, dhe punonjësit janë thirrur në zyrë dhe ashtu ti ke qenë pjesë e tubimit, ti ke qenë pjesë e tubimit. Ndërkohë, gjendja shëndetësore e 10 anëtarëve të Këshillit Sindikal, të cilët janë në ditën e 10 të grevës së urisë pa afat, përkeqësohet nga dita në ditë. Sotira Zhdano dhe Dorian Dylmishi pohojnë se janë të vendosur të rrezikojnë edhe jetën e tyre për të mos u tërhequr nga kauza. Ne, nëse nuk na nxjerr ambulanca, atu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për veten tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Ne jeni vendosur të rrezikoni edhe shëndetin tuaj. Deri sa të mbajmë, patjetër që po. Ideja është që ne po na trajtojnë jo si inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne e duam vendburimin në shtëpioni, e duam këtë profesion për të cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionistë, se ideja është, thot kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjetë që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Ndërsa kompania nuk ofron asnjë zgjidhje konkrete, naftëtarët nuk kanë ende përgjigje as nga institucionet.